Jemi prapë në studio për një tjetër moment. Diskriminimi i zakonshëm i shqiptarëve në futbollin e Serbisë ka kaluar në tjetër nivel me përmasa shumë shqetësuese. Policia serbe të dielën e fundit i tmerroi lojtarët e klubit të Tërnocit duke i çuar nga stadiumi në stacionin të policisë. Njëri nga ata edhe e rahen dhe e kemi në lidhje të drejtë për drejtë me një herë Veton Zeqirin, të cilin e përshëndesim këtu nga studio. Veton, përshëndetje. Përshëndetje për ju. Faleminderit për kohën shumë. Ndërkohë që me neve në studio janë bashkangjitur edhe Bylbël Sokoli, trajner, dhe Taulan Dajako, analist i emisionit Favorit në të shtatë. Mirë se vini dhe jo. Mirë se gjem, faleminderit për ftesën. Por fillimisht ne do të ndalemi aty tek Vetoni. Veton, çka ndodhi saktësisht? Si që keni pa edhe vetë në portalet që po dalin videot, ne u sulmuam fillimisht nga kundërshtarët dhe pastaj edhe policia hyri në fush për të na sulmuar, pikërisht më sulmoi mua. A pat provokim ose çka çoi saktësisht, domethënë, cila ishte ajo rruga që çoi deri tek ky konflikt? Po, kishte provokime nga ekipa kundërshtare, nga fillimi i ndeshjes dhe papritmas kur hiri edhe policia në fush. Saktësisht çfarë lëndimesh po themi, domethënë ndalemi pak tek lëndimet që keni marrë dhe tek meqense ka pasur edhe kontakt fizik. Po, unë jam i goditur dhe tjerët nuk janë goditur shokët e ekipit. Po. Polici, kur e pash unë që fut në fush, e pyeta pse po hin në fush, dhe ai nuk më përgjigjë fare, vetëm më goditi në pjesën e syrit këtu. Dhe tentoi përsëri që të më godas, por kur e pa që ishte kamera duke bërë videon, e uli kokën dhe doli nga stadiumi dhe ma nuk e pam atë polic aty. Ajo që më intereson, a ka pasur më herët rastet të tilla, po që ndoshta edhe nuk ka qenë mediatike, por ja që në këtë moment edhe është bërë? Jo, kësi raste policia të futet në fush nuk ka pas, kjo është era e parë, që policia futet në fush dhe të na sulmojnë njëve. Okay. Veton, po inkuadrojmë edhe pak musafir në studio dhe me pasport. Me tregun në cilin qytet ka ndodhur të Serbisë dhe sa është larg prej Preshevës apo Trnovcit, prej kajt jeni? Po, ka ndodhur në Bosilegrad dhe është larg 120 km nga Bujanoci. Për çfarë flet ky rast? Çfarë tregon ky rast? Shqani, sportistët kur sulmohen para së gjithash reflekton gjendjen politike të asaj pjesë atje dhe represioni që është i vazhdueshëm në Preshev, Medvegjë dhe Bujanoc, me tendenca dhe presione të mirë njoftuna për neve këtu në këto troje tona, të cilët e kemi përjetuar dhe dhunën e ngjajshme. Dhe qëllimi është që të bëhet presion tek shqiptarët, sepse kur sulmon sportistin është shenjë se nëse sportistin e gjen kjo, tash pritni ju të tjerë që do të ndodh me juve. Por unë mendoj që kjo që ndodh 100 e sa kilometra larg vendit, larg Trnovcit, është shenjë që ka pas një lloj para pregaditje ku krijohet një ambient, një atmosferë e cila i konvenon politikës aktuale, sepse ju dini me çka po përballet politika zyrtare gjithsesi Vučići në Serbi, dhe dëshirojnë shpërqendrim të vëmendjes në këto raste, sepse nuk është as rastësi, as nuk është punë e vogël që të sulmohen sportistët, sepse kur sportisti sulmohet, atëherë tregon që drejtësia në atë vend nuk funksionon. Dhe aty funksionon vetëm më i forti. Dhe ajo çfarë është dashur apo çfarë duhet bëjnë ta, sepse unë jam interesu cilët kanë qenë shkaqet, cili është ai provokimi i cili e shtyn publik me policia më në detaje edhe me kryetarin që do të lidhemi, ta përshëndesim ne Vetonin ose nëse ka diçka për fund që të shtoj Vetoni rreth rastit, është i lirë? Jo, vetëm dua t'i falenderoj të gjithë shqiptarët që po na mbështetin në këto momente, dhe ne jemi ankuar tashmë në Federatën e Serbisë dhe organet e shtetit,
dhe po presim të marrim një përgjigje përfundimtare këto ditë. Beton, edhe një pyetje të fundit, ju tha që ka pas provokime edhe nga ekipi tjetër. Kur erdhi policia aty afër juve, a erdhen ata për t'ju mbrojtur juve apo për t'ju sulmuar? Kjo është shumë e paqartë. Jo, kur e pashun policin në fytyrë, ai ishte nisur për të na sulmuar neve lojtarëve, jo për të na mbrojtur. Dhe me thonë, s'ka qenë diçka e momentit që pastaj e ka ndrua ai sjelljen ndaj juve, pra nuk ka qenë ndonjë provokim. Sipas tikar me atë qëllim, po. Në mjetet sërbe të informimin thuhet se këta kanë provokuar me simbolin e shqiponjës dhe kjo ka qenë shkasë, po kjo nuk duhet me qenë. Ka qenë edhe për mjetet të mprehta diçka që ka dyshu se ka. I mirë është mos mu largu ky futbollist prej jetë prezent këtu sepse do të na nevojitet. Unë mendoj se ankesat në federatat e Serbisë nuk ndihmojnë shumë, sepse po shoh që janë anku, ndoshta është një proform, mund të jetë, por unë mendoj se duhet të informohet opinioni se çka ka ndodhur. Opinioni ndërkombëtar rreth këtij represioni, sepse ky represion në sportist nuk guxon askund me ndodh, është shkelje elementare të drejtave të njeriut kur sulmohet sportisti. Sportisti është i shenjtë në fushë, as që duhet vetëm në rast të mbrojtjes mund të jetë në fushë me mbrojtje, jo për të sulmuar dhe sipas rregullave të UEFA-s, FIFA-s nuk lejohet uniforma në stadiumet. Gjithmonë sigurohet, ju i shihni ndeshjet ndërkombëtare, uniformën nuk mund të shihni në stadiumet. Prandaj këto inqizime duhet të shkojnë në ku duhet të shkojnë? Po, ku duhet ta ankohen? Kuptohet në asociacione ndërkombëtare, të gjitha. Domethënë aty duhet, edhe unë mendoj që na pak e informojmë opinionin. Nëse kësaj jashtojmë edhe këto relacione, raporte që po ndodhin me shqiptarët kudo që janë, sepse deshtëm është reflektim i raporteve tona, keni pa në për studio televizive, sa ka fërkime në mes të sportistëve dhe tani sportin e shfrytëzojnë për përqarje, edhe unë po mendoj që në asë pari do të kemi një strategji unike si të reagojmë këto rast. Edhe ne, Federata e Kosovës dhe Federata e Shqipërisë. Mund të ndihmon Federata Shqiptare, Federata e Kosovës, të gjithë Federata e Maqedonisë, sepse kemi përfaqësues atje në Federatën e Maqedonisë, të gjithë duhet të reagojmë njëzëshëm. Po sidomos duhet të reagojë nën kryetari i Federatës ndërkombëtare që është Armando Duka, unë besoj që do të reagon dhe ankesa e këtyne apo informimi i këtij klubit, këtij sulmi, këtij sportistit duhet të shkojë në këto federata, duhet të informojmë të gjitha federatat që janë pjesë të UEFA-s, para së gjithash. Edhe në FIFA nëse ka nevojë, sepse kjo është rast që i rrallë ndodh kur polici me uniformë hinë edhe sulmon futbollistët. Po nuk është vetëm ajo skenë jo e mirë, është skenë shumë e dëmshme dhe e keqe kur sheh që futbollistët të mbështetur për muri dhe në garderobet e tyre kontrollohen mos kanë njete, ajo është për nevojat e tyre. Më duket se e pak një përgjigje vetoni për këtë, se më duket ishte duke folë për këto raportime për mjete mprehta, çka ka të vërtet këto veton? Po, ato na akuzonin se kishim mjete të forta dhe kishim ardhur ekstra për të sulmuar ekipën kundërshtare. Dhe ato hinë në mënyrë jo njerëzore na kontrolluan në çantat tona dhe në fund nuk mund të na gjenin asgjë tjetër përveç këpucëve që kishin për të luajtur futboll. A ndihet i sigurt ky që del në flet tash? Prandaj desha ta pyes si ndihesh sot edhe ai i gatshëm për me dal prapë në fushë pas kësaj që të ka ndodhur. Si është gjendja jote emocionale? Me siguri nuk ka qenë e pritshme ky sulm nga policia. Jo, nuk është gjendja emocionale ime nuk është e mirë. Normal ndihem i rrezikuar, por do të vazhdojmë përsëri të luajmë, vetëm kemi kërkuar që të kemi siguri më të madhe kur të shkojmë ndonjë vend tjetër. Vetoni, po e përshëndesim, do të kemi në lidhje tash direkte edhe kryetarin për të marrë informacione nga ajo palë. Faleminderit shumë Veton. Shumë faleminderit Veton. Derisa do kemi lidhjen tjetër, natyrisht do të marrim edhe një mendim të Taulantit, edhe një opinion të tij për gjithë këtë situatë. Është edhe videoja po. Neve do të themi një të vërtet madhe, nuk ka të bëjë se kjo që përfaqëson ose kjo video tregon jo vetëm aspektin sportiv dhe vujtjet që kalojnë shqiptarët atje. Është më i thellë se kaq. Ndoshta kjo është shpërfaqja e një diçkaje që shumë njerëz nuk e dinë, e mënyrës jetesës shqiptarëve atje, me një represion vazhdueshëm, edhe nëse e shohim veç ka ky mendimi sportiv, kjo është problematikë shumë e madhe, mirë po ideja është se
na duhet kjo kalon domenin më të asaj që paraqet futbolli. Ironia e fatit është se UEFA zgjedh që kongresin e vet ta marrë në Beograd, edhe gjithë fjalimet edhe të Ceferinit, edhe të presidentit të Infantino të FIFA-s ishin se futbolli i bashkon popujt edhe krijon mundësi të reja. Edhe ajo, kjo që na shohim video është fytyra e vërtet e asaj Serbisë që ka qenë vazhdimisht ndaj shqiptarëve. Mirë, po duhet ta themi edhe një të vërtet tjetër që është e trisht për neve si kombë. Ideja e qëndrimit bashk edhe të përfaqësimit vlerave shqiptare edhe në atë rajon që është i populluar prej shqiptarëve ka një defekt shumë të madh ndër shqiptar, përçarja. Edhe përfaqësimi politik i asaj pjesës. Nëse ke patë zgjedhjet e fundit, ata kanë pas 2 lista, edhe kanë zgjedhur që në luftën mes vete shqiptarët të mos përfaqësohen me një numër më të madh deputetëve në parlament. Se në fund ditës kjo më kalon domenin e asaj aspektit sportiv. Sigurisht duhet më adresu ankesa edhe në Federatën e Serbisë. Duhet më u bon shumë e madhe për shkak se kemi një ambasador tonin atje që është në kryetari i Federatës që profesori e tha, është kryetari i Federatës së Shqipërisë, në kryetari UEFA-s. Po flasim për diskriminime në sport, po flasim për dhunë, që është shumë më serioze se krejt ato që janë bërë deri tani. Absolutisht, edhe shpërfaqja e sjelljes ndaj sportistave tregon jo vetëm ndaj sportit, po kam përshtypjen se na nganjëherë e harrojmë këtë pjesë. Situata sikur këto duhet me na sjell me një pikë të mendimit ton shoqëror, sigurisht edhe institucionet e Kosovës, edhe ato të Shqipërisë, sidomos Shqipëria në kushtetutën e vet e ka obligative ta ndihmojë çdo shqiptar kudo që gjendet. Edhe reagimi në këtë rast nëse e kufizojmë vetëm të sporti, cili do të ishte suporti që duhet me i bë KF Tërnovcit edhe në aspektin e zhvillimit që ajo të kalojë në rangje më të larta dhe të mos ketë më problematika tilla. Mirë, po në momentin për cilin po flasim, unë besoj se çdo institucion, qoftë i Kosovës, qoftë i Shqipërisë, duhet përdor gjithë mekanizmat e vet që këtë lloj gjëje ta faktoj edhe të ndihmoj edhe të asistoj klubit Tërnocit për shkak se nuk flasim për rezultate sportive ose diçka tjetër. Na flasim për cenimin e jetës se shqiptarëve atje është absolutisht skandaloze, sigurisht. Në këto gara. Për shembull, për të ngrirë një paralele, është një aktivitet kulturor që mbahet në Serbi, zakonisht artistët kur marrin pjesë, edhe nga Kosova, por edhe trevat e tjera vazhdimisht janë në përcjelljet e policisë. Madje në një prej edicioneve kam qenë edhe vetë prezant atje. Ka qenë ndaluar edicioni i fundit. Po, edicioni i fundit më pas është ndaluar nga Vučići, kise për shkak të pamundësisë me u siguru pjesëmarrësit. Dhe tash paramendo kur ajo policia që përcjell me ushtru. Diçka që ka tendenca të afrojë, të bashkojë dhe unë duket me iniciativën e Fondit Evropian ka qenë ai takim Mirdita Dobardan. Kështu ka qenë dhe nuk kanë mujt artistat me i tubu sepse nuk i ka konvenu dhe kjo qetësi thash është e lidhur ngushtë me situatën politike, por çka është ajo që duhet me bë sepse kulminacioni i shkeljes të drejtave elementare të njeriut është edhe kur sulmohen sportistët në këtë formë. Dhe ju përshini në këto inqizime, policia është brenda që është ndalume. Por sido që tjetë, inqizimet tregojnë mirësjelljen e tyre, ta nuk mund të flasim për ndonjë ka shumë skjarime këtu, por janë do inqizime kur futbollistët janë të mbështetur për muri. Edhe këto inqizime ku janë futbollistët të mbështetur për muri dhe kontrollohen, sikur se me qenë kriminal, këto duhet me i faktu, këto fakte dhe me i dërgu në federatat sportive, unë po them prapë... Profesor, të kërkoj falje që duhet me ndërprej, do të vazhdojmë bisedën, kemi drejt për drejt Glauku Njusën, do të dëgjojmë prononcimin e tij dhe vazhdojmë tutje. Me që jeni edhe deputet, jeni i përfshirë, kështu që e dëgjojmë bashkë. Kalojmë me një lidhjen atje. Profesor, apo e vazhdojmë aty ku e lam, apo po flasim për politikë? Jo, vazhdojmë edhe pak pjesën e sportit, sepse nuk keni edhe shumë kohë, me pas do t'ju lirojmë që për të vazhduar edhe pak. Është pjesë shumë e rëndësishme e asoj ose zgjatët qeveri, ose qeveria qëndrueshme ose jo, dhe profesori. Unë mendoj se... Lidhur me këtë temë, profesor, çka do të keni për fund, se do t'ju lirojmë që keni angazhim tjetër. Unë po mendoj që do të bëmë së bashku, tha edhe Taulanti, kemi së bashku të kemi strategji unike të mbrojtjes së sportistëve tanë. Tash ka forma të ndryshme, por deri në këtë moment nuk kemi reagime zyrtare
prej zyrtarëve është dashur me reagu për këtë sulm i cili është shumë i rrallë në sport. Ka ndodhur në disa lojnat olimpike kur kanë hi policia, po që janë denu shumë ashpër nga gjitha asociacionet ndërkombëtare. Dhe tash mendoj se është koha ku duhet të reagojnë zyrtarët për këtë rast. Dhe sensibilizimi është ajo që duhet me i parapri këtij reagimi. Dhe unë mendoj që tash duhet të kemi kujdes me këta sportistat se si do të organizohen edhe cila është mënyra e mbrojtjes së tyre. Do të na flas për këtë, besoj kryetari i klubit, zotriu Jusuf Hasanin, që e kemi në lidhje të drejtë për drejtë. Përshëndetje nga studio. Përshëndetje për të gjithë atje, përshëndetje për profesorin dhe për analistët atje. Faleminderit shumë. Për fillim duam të dëgjojmë edhe versionin tuaj për këtë situatë, se çka ndodhi dhe çfarë çoi deri tek ky e gjithë kjo situatë. Po, e dëgjuam edhe profesorin më herët, do të thonë këto janë shumë raste të radha. Ju i keni pa edhe videot edhe më herët. Do më thonë, kjo është një rast, ndoshta profesori ka përjetuar më herët, nga ato se çfarë kam dëgjuar unë, edhe po besoj edhe ta ulanti aty, po profesori vetëm se këto i ka përjetuar, dhe të mendosh tash në këtë kohë, në këtë vit, të përsëriten ato prap, kjo është diçka e pa imagjinueshme. Tash nuk e di nëse mund të paraqiset atë se çfarë ndodhi, e kemi paraqitur ato në deklaratën tonë të klubit, edhe nuk e di tash nëse kemi edhe hapësirë shumë të sqaroj gjithë atë situatë. Patjetër që kemi. Kemi hapësirë, po. Zotria Hasani, vetëm po na duhet patjetër që me liru profesorin, ai për respekt për juve që ndroj. A keni pyetje? Çka cilat masa do të marrin tash e tutje, si do të duket organizimi tyne. Kisha pas dëshirë me ndigju. Nga profesori. Po, ne qysh nesër do të luajmë kupën në gjysmëfinale të Kupa e Jugut të Serbisë. Jemi në fazën gjysmëfinale. Ne nesër së mbrëm kemi vendosur me Kroasinë që të vazhdojmë të luajmë derisa të marrim një përgjigje më adekuate si nga spektri politik jon, ashtu edhe nga Federata e Futbollit. Deri tash nuk kemi marrë asnjë sqarim, asnjë përgjigje, dhe patjetër se ne do të vazhdojmë të luajmë futboll, dhe do të kërkojmë gjithmonë siguri më të madhe për lojtarët tanë edhe për gjithë stafin që udhtojmë nëpër Serbi. Profesor, a jemi në rregull? Unë kisha sugjeruar se klubi duhet me pas mënyrën e mbrojtjes, strategjit të qartë për vazhdimin e garave. Do të thotë inqizimi i të gjitha ndeshjeve, siguri për lojtarët, të informojnë çdo herë Nikoqirin, të kërkoj siguri, po sigurisht që sportistët tanë do të jenë ata që prezantojnë vlerat edhe kulturën tonë. Kjo është ajo pjesa që duhet me qenë kuadër strategjisë. Po, pikërisht në sigurinë më të madhe kemi menduar se kemi nga policia, kur udhtojmë dhe kur jemi larg vendit tonë, po them kështu. Po kemi një qasje të atill nga policia, nuk e kemi pritur. Ju keni para dhe video se si janë futur dhe në çfarë lloj bastisje kanë bërë, kur dihet se ne jemi vetëm sportistë dhe nuk ka asnjë shans të kemi diçka tjetër me veti. Dhe kur dihet se sa kilometra larg kemi udhëtuar nga vendi ynë, nuk e di se... A pajtoni me mu se ky sulm... Ne mund të kishim rrezikuar. A pajtoni me mu se ky sulm ndaj sportistëve, ndaj futbollistëve, e ka për qëllim përqendrimin e vëmendjes ndaj asaj çfarë po ndodh me qeverinë aktuale të Vučićit? Po sigurisht. Sigurisht, unë edhe nëpër media tjera e kam sekur se shumë herë, se neve na kanë në çdo kohë në dispozicion sa që dojnë të bëjnë ndonjë, po them kështu, ekses apo të çfarë do lloj. Do të thonë ne jemi çdo javë ose luajmë në Tërnoc, ose jemi në Nish apo Leskos. Neve na kanë në dispozicion të na përdorin gjithmonë në çfarë do lloj mënyre. Pra ta ulan me gjithë. Po dyshim se politika e këtyre, ne dim politikën e këtyre dhe gjithmonë mendojnë të hudhin gurin diku tjetër dhe të zhvendosin gjithë po them mediat edhe kështu. Po, Daulan, pra me gjithë rrezikun këta lojtarë do të vazhdojnë, e tha edhe kryetar që do të vazhdojnë të luajnë. E thash edhe unë, kjo ka
kjo është përfaq se sa shumë vuajnë edhe futbollistët. Mirë po, ne duhet jemi pak realiste kjo pjesa. Përfaqësuesi politik i asaj zone, që është zotri Shaip Kamberi, që është në parlamentin, duhet bëj punën e vet, ta delegoj te organet shtetërore kompetente. Gjëja e dytë që duhet bëj klubi, mirë po këtu dolim te realiteti i trisht se nuk ka suportin e duhur, e që unë besoj se si shqiptar duhet gjejmë këtë moment sulmit që ata komuniteti, policia serbe edhe mënyra se si operojnë ata, po e bojnë ndaj Tërnocit, që gjithë shqiptarët bashkohen edhe ta suportojnë klubin e futbollit Tërnoci, që mas pari të ketë mjetet e duhura që të zhvilloj garat, të arrijë në kategori më të larta, edhe unë mendoj se te kjo pika ka dy ndihma që mund të bëjë edhe Federata e Futbollit të Kosovës edhe Federata e Futbollit të Shqipërisë. Të ofroj suportin juridik, sepse është shumë e rëndësishme që në aspektin juridik të kaloj kjo lloj ankesa e tyre edhe mbrojtja e drejtave, duke i krijuar presion nga institucionet siç është UEFA për Federatën e Futbollit Serb, sepse organizimi është ekskluziv i Federatës Futbollit. Keni qëlluar në një ditë që zhvillime politike ka shumë, do ta kalojmë edhe njerë lidhjen të deklarimet e partive politike dhe vazhdojmë. Cilja një klubit futbollistik Tërnovci që ftojmë për një ndeshje miqësore me Drenicën në rastin e parë që mundet me ardhë Tërnovci. Pra ftesë nga në shajt të mbështetjes. Shkojmë në deklarimet e partive, edhe kthehemi prapë. Taulantit dhe Jusufit edhe për pak, duke uruar dhe shpresuar shumë që të mos shohim pamje siç i pam më herët. Çka mund të ndodhë në tutje nëse nuk ndërmerren hapat e duhur, Taulant? Thashun, na duhet me pranu një të vërtet trisht tonën, edhe kjo është lidhet edhe me lidhjen e fundit që e pa. Do të thonë, një pjesë që i ndihmon shumë këtij mos përfaqësimi dinitoz të kombit tonë dhe të vlerave tona është edhe narracioni që politika e ka ndërtu. S'ka lidhje veç me Kosovën, po me rasti në Preshevë, Medvegjë dhe Bujanoc, edhe në Shqipëri. Do të thonë, na ende nuk kemi gjetë një elitë politike që mendon për ato që janë hallet e mirëfillta. Pra elita kishte determinuar edhe se si do të ishte çësia ndaj sportistëve këtë rast. Absolutisht po, nëse gjithë shqiptarët e Preshevës, Medvegjës, Bujanocit do të kishin më shumë se 2-3 deputet në parlament, do të ishin një zë më i unifikum, edhe do të luftonin për drejtat e tyre, sigurisht në mënyrë ligjore do të krijonin ose do të mundsonin një cilësi jetese shumë më të mirë. Edhe situata që jena, aja që është përfaqet është super skandaloze. Mirë po në situata të tilla neve ose mund të rrimë dhe të bëjmë viktimen se sa shumë le themi presion edhe dhunë po na u bëhet, ose të bashkohemi edhe të krijojmë një ide të qartë se si të ndihmojmë atë komunitet shqiptarësh që është atje. Edhe unë besoj që këtu duhet jetë pika jone fort. Shqiptarët kanë duru shumë sulme tilla dhe dhunë tilla. Mirë po vetëm atëherë kur e kanë gjetë mënyrën e reagimit të përbashkët, ja kanë dalë dhe kanë pas zgjedhje. Një mesazh shumë i bukur ky Taulant, me këtë mesazh dhe kishim pas dëshirë me përmbyll, pra gjithmonë me bëu ftesë për bashkim, edhe mi kërku të drejtat e tyre, kështu që po të falenderojmë shumë që ishe sot me ne. Faleminderit edhe duke shpresuar shumë në mirëkuptim të Taulantit dhe të profesorët edhe të ftuarve që kishim në lidhje direkte, por këto zhvillimet në këtë format. Sigurisht, edhe uroj që radhët tjera të jemi për të folur për sukseset e shqiptarëve anëkond. Urojmë shumë, jemi edhe për këtë mbi të gjitha. Kemi tjetër një prononcim, deklarim kësaj radhe nga Partia Demokratike e Kosovës. Shkojmë.